Mirë, jemi rikthyer në studio dhe do flasim për shëndet. Duket sikur nga njëherë trupin e njeriut e shohim që funksionon si pjesë të ndara, por logjikisht është një konstatim që nuk bën asnjë sens, duket sikur çdo organ i trupit është i lidhur aq qëndësisht me njëri tjetrin, kur njëri çedon, i gjithë organizmi çedon. E dim shumë sepse kemi patur fatin të kemi në hapësirat tona televizive të ftuar të cilët i thonë informacionet ashtu me një gjuhë të thjeshtë dhe na bëjnë neve të kuptojmë më thjesht dhe të absorbojmë informacionin. Njerëzit janë të lodhur her pas here, nga njëherë në analiza dalin rregullime hormonale, e herë të tjera duket sikur është zorra ajo e cila na jep çdo komplikacion shëndetësor. Për të ndalur tek energjia, tek hormonet, por edhe tek zorët e njeriut, jemi sot në studio me Luciano Bardhin, mjek i bazherisë. Luciano, mirë se vjen, shumë kënaqësi. Mirë se u gjeta. Edhe faleminderit që gjetë kohë. Kemi kaq kohë që të ftojmë në studio, nuk na i bashkuar. Por do flasim për zorët. Mirë, pse kur ndihemi të lodhur edhe të kputur, fajin ja vëmë zorëve? Tani, shikoni pak, si fillim mirë urimet e për sezonin e ri, vitin e ri, se është ere parë që vi për këtë vit. Unë këtu kam një studim shkencor që është dhe flet edhe për pjesën e gjumit dhe për pjesën e energjisë, dhe t'i drejtojemi dhe t'i japim përgjigje asaj pyetjes që bët. Unë i mendoj gjithë sistemin të retës si një qytet me ngjyra, ose si një qytet me drita. Nëse i qytet humbet, ose i reduktohet drita, fillojnë që trupi mos ketë energjinë e duhur. Dhe deri dje ne dinim zorën si tub tretës, si një tub i cili vetëm tres të ushqimin, por në fakt nuk është ashtu. Aty është qendra kryesore e prodhimit të një hormoni, i cili quhet hormoni i gjumit, melatonina. 80% prodhohet në pjesën e zorëve, pra melatonina është hormoni i gjumit, hormoni lumturisë, serotonina, dopamina. Ato veprojnë aty lokalisht, nuk mund të dërgohen dot në trup. Dhe nëse ne kemi një problem me pjesën e lodhjes, si fillim njërë, duhet qikojmë edhe se si ushqemi, si flem gjuma, bëjmë aktivitet fizik apo jo. Nuk është vetëm gjumi, nuk është vetëm ushqimi ai që na bën ne që të ndihemi të lodhur ose që të ndihemi pa energji, por është edhe pjesa e mikrobiotës ose banorët e qytetit. Banorët e qytetit janë mikroorganizmat, mikrogjallësat. Shpjeguar kështu. Banorët e qytetit janë inxhiniera, arkitekta, oficera, polica, mësues, dhe këta bëjnë, secili prej tyre bën detyrat e tyre. Dhe janë disa baktere të cilat bëjnë të mundur dhe uljen e kortizolit. E keni parasysh stresin, anktin. Unë kur erdha tani këtu, nuk kisha kortizol as pak, po kisha oksitocin. Përse? Se e kuptove? Njerëzit që kanë deri diku një mikrobiot të shëndetshme, sepse ka dy kuptime, mikrobiote dhe mikrobiom. Mikrobiota do të thotë banorët e qytetit, që janë mikrogjallësat, bakteret e mira, të këqija. Dhe nëse personi ka më shumë bakteret të mira, ka më shumë bakteret të mira, ka më pak kortizol. E përballon mirë stresin, anktin, e përballon më mirë pjesën e lodhjes, edhe nuk e ndjen shumë pjesën e lodhjes gjatë ditës. Dhe sa më të zgjuar të jenë këta banorët e qytetit, aq më i shëndetshëm është personi. Sa më mirë të pikturojnë këta banorët e qytetit, aq më i shëndetshëm është dhe personi. Sa më mirë të komunikojnë me trurin nëpërmjet nervit vagus, aq më i shëndetshëm është personi. Janë disa baktere të çuditshme. Bifidobacterium brevis, ky këtu merr pjesë në përthithjen e magnezit. Një ushqim që më shumë t'i lumturon zorën janë edhe ushqimet e pasura me magnez, farat e kungullit, avokadua, lëngu i miqit, veza, që këto lumturojnë zorën. Ama nëse këta banorët e qytetit nuk i hapin dyert, atëherë këto minerale nuk futen dot që të ushqejnë këto mikrogjallësat. Dhe është ky bakter që quhet Bifidobacterium brevis. Ky këtu ndihmon përthithjen e magnezit, ndihmon dhe hapjen e dyerve që përthithen minerale të RMP6 e quhen ato. Edhe ushqimet me magnezi tham, farat e kungullit, lajthit, avokadot, veza, lëngu i miqit, e verdhë e vezës, ka albumin, shumë e shnetshme cikorja, kryesisht gjërat e gjelbra ose perimet e gjelbra janë shumë pasura me folacin, me kalium. Unë këtu kam edhe pak banane. Po, përse ke marrë një banane? Banane është super ushqim, mund tani do ta hap, por ajo do oksidohet, s'ka problem se unë do ta konsumoj në fund. Ke ngrënë mëngjes sot, Luciano? Sot pak, shumë pak, shumë gjysmë kam ngrënë. E ke nisur ditën me moll? Po, e kam nisur ditën me moll. Tani banania ka një aminoacid i cili quhet triptofan. 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 Dhe banania është një frut i cili ndihmon shumë pjesën e gjumit. Ka B6,
ka dhe triptofan. Kur personi ka zorët e shëndetshme, triptofani nuk devion në një metabolit neuroinflamator i cili quhet quinolinik. Pra triptofani është aminoacid. Dhe nga banania formohet një hormon i cili quhet melatonina. Po, që është hormoni i gjumit. Dhe hormoni i gjumit formohet 80% në sistemin tretës. Formohet me anë të hidroksilohet, dekarboksilohet dhe një enzim që acetilon pjesën e serotoninës, se formohet melatonina, nuk prodhohet direkt si hormoni i gjumit, formohet nga triptofani. Triptofan, serotonin, melatonin. Dhe serotonina duhet acetilohet. Acetilohet, transformohet, pëson disa reaksione enzimatike. Është një enzim e cila përsëri ndodhet në zor, quhet hidroksindol metiltransferaz ose serotonin acetil metiltransferaz. Këte kanë disa qeliza që quhen enteroendokrine. Zora nuk është tup tretës, por është një organ ose një sensor neurokimik. Sensor neurokimik do të thotë që ndjen, ka një ndjeshmëri shumë të lartë përkundrejt emocioneve, ndjenjave, përkundrejt ngjarjeve të ndryshme sociale ose psikosociale, dhe ajo gjithnjë është të informuar ose informon trurin. Edhe banani e ndihmon shumë. Shëndet, fjallë vërtetë. Pra, bananën du të ham para gjumit për para se të flem? Po, është me mirë. Ka dhe kalium banania, pra është një ushqim i cili për mendimin tim për fëmijët nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Banania, lëngu i mishit, veza, banania, lëngu i mishit, veza, aroret, frutat e thata, lejthit, bajamet, qikoret, gjërat e gjelbit. Shëndet, fjallë e vërtet. Dyher. E konfirmojnë, studim kë. Lakra e bardhë, janë shumë të shëndetshme, lakra e kuqe, nëse konsumojnë dhe kombinojnë me vajin e ullërit, ato lakra e bardhë njërë, ushqen një bakteri cili quhet Bacteroides ovatus. Ky Bacteroides ovatus përdor një aminoacid i cili quhet tirozin dhe prodhohet një substancë antibakteriale që quhet 4-etilfenilsulfat. Sa më shumë të pasurohen këta banorët e qytetit me dije, aq më shumë funksionon truri. Luciano, çfarë i bëjnë turshit e bëra vetë të shtëpi organizmit ton, duke qenë se jemi në këtë bisedë? Janë si qershia mbi tort, por nëse të bëra vetë, nëse nuk kanë krip të shtuar... Të përgatitura në shtëpi si që kanë bërë nëna tona dikur? Lumturojnë shumë zorët. Zorët këndojnë dhe edhin valle pastaj. Turshia e lakrës, turshia e lakrës, lakra e bardhë, lakra e kuqe, pjesa e lakrës, por duhet kenë kujdes. Personat që kanë një intolerancë të histaminës nuk është e shëndetshme për të gjithë. 80% është e shëndetshme, por personat që mund të kenë një gastrit ose një ulcer gastrike, një intolerancë të histaminës, histamina është një, mund të themi, një lëndë ose një mesazher biokimik që prodhohet nga disa sektore të trupit, nga truri, nga pjesa e qelizave të zorës së hollë. Dhe histamina zakonisht prodhohet kur ndjen, si të thuash, këto tretësirat ose ushqimet e fermentuara, dhe kur personi mund të marri turshit, nëse ka intolerancë të histaminës, ka fryrje, mund të ketë probleme me refluksin. Pra, turshit janë të shëndetshme, por vetëm të personat me gastrit ose me ulcer dhe me intolerancë të histaminës mund të provokoj refluks, fryrje barku, por janë shumë të shëndetshme, sidomos për sistemin imunitar. Nëse kombinojnë pasaj me thjerza, me fasule, me qepën, me vajin e ullirit, kemi bërë një punë shumë të mirë përsa i përket aparatit tretës. Po jo në darkë. Gjatë ditës. Gjatë ditës është më mirë. Një detaj që unë do doja ta pyesja Luciano për ta rikthyer bisedën aty. Në një nga emisionet më parshëm që ne kemi bërë, thjesht Luciano duke më parë, ndoshta thjesht në ngjyrën ndoshta të fytyrës, më thotë që a je smur apo jo. Si e dallojmë dikë vetëm nga rrathët e syve apo nga mënyra se si është ngjyra e lëkurës së ditë? Unë atë ta bëra sepse më përpara ka qenë deri diku ka qenë lëkura si duket, mund të ketë qenë në një anemi e lehtë ose në rënje lehtë. Unë jam anemike. Po çfarë tregojnë tiparet e fytyrës për shëndetin? Po lëkura e thatë mund të tregoj mungesë ose ulje të depozitave të zinkut, buzët cilat mund të çajnë her pas here, mund të tregojnë mungesat mineraleve. E keni parasysh to aftet ose herpesat që mund të krijojnë puçrat e buzët. Edhe këto tregojnë për rënjen e imunitetit, që personi mund të marrë pak protein, ulje depozitave të hekurit, kryesisht buzët, lëkura e thatë këtu tek nofullat ose te pjesa e janë disa si thua, te pjesa e mollzave mund të tregojnë lëkura e thatë, rrathët po syve, po këto kanë dhe varet se si
personi mund të ketë fjetur 1 ditë, 3-4 ditë, tregojnë dhe pjesën se sa mund të ketë fjetur gjumë pa gjumësi, por më shumë që është kjo pjesë e lëkurë, si mund të jetë thatë, dhe tregon mungesën e mineraleve, i t'jep një indikacion më shumë. Luciano, flasim për atë funksionin paktën që dihej, funksioni kryesor i zorës trash, deri para ca kohësh, dhe tani kemi më shumë informacion, dhe jemi më të kthjellët, por sa herë në ditë është normale që një individ të shkojë në tualet? 1 deri 2 herë në ditë. Kur nuk është normale? Kur personi ka kapsullë që nuk defekon dot, kur bëhet anormale, doja të thoja, kur personi defekon 1 herë deri në 3-4 ditë, duhet shkoj patjetër te mjeku. Mund të bëjë një kolonoskopi, gastroskopi, ose mund të bëjë një analizë feqeje për të parë nëse ka parazit dhe nëse ka nivelin e vitaminës D, se shumica personave, shiko çfarë është e keqja. Bëhet një analizë gjaku dhe ajo vitamin që del në mungesë merret. Kurse unë askujt nuk i them ashtu, shiko se kjo nëse del kështu, do thotë që ka një arsye, ka një shkak. 80% e shqiptarëve kanë mungesë të vitaminës D. Tani, ajo që nuk thuhet është, janë disa bacile. Bacilet janë mikrogjallësa, baktere të mira, që quhen Lactobacillus helveticus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus. Këto janë mikrogjallësa të shëndetshme. Tani këto modulojnë, rregullojnë dhe drejtojnë lëvizjen e një proteine intracelulare e cila quhet VDR. Kjo është vitamina D dhe kjo është VDR-ja. Këtu sinjalin që vitamina D të futet brenda në qelizë e modulojnë këto baktere. Tani ky është si çelës ose si një bravë dere. Nëse kjo brava e derës nuk hapet, atëherë vitamina D nuk ka se si vjen brenda në qelizë. Dhe unë atij personit i them, shiko se duhet rregulluar pjesa e mikrobiotës. Duhen lumturuar këto bakteret, duhen lumturuar qytetarët ose qytetarët e këtij qyteti, banorët e këtij qyteti. Duhen dhënë ushqim, duhet krijuar një mjedis i përshtatshëm, nuk duhet që të jenë agresiv me njëri tjetrin, pra duhet krijuar një lumturim midis tyre. Dhe fokusin e jap te pjesa e sistemit tretës. Dhe jo çdo vitamin që del në mungesë për analizë duhet që të merret, sepse ja po superfit. Ço do bësh, ta marrësh prapë? Nuk është zgjidhje. Sa keq më na vjen Luciano që do duhet ta mbyllim bisedën këtu për shkak të po do ta tregojmë të studimin. Na e trego. Pra ky është një studim në ekstrem limit. Në limite që të thuhet edhe një herë tjetër është me studim shkencor, me PubMed, dhe thuhet se serotonina thot krahas sekretimit që bën gjëndra pineale, këtë e bën edhe e rregullon domethënë sistemi gastrointestinal dhe bëhet nëpërmjet një enzime e cila quhet enzima hidroksindol metiltransferazës ose qelizat enterokromafin apo enteroendokrine. Pra, hormoni i gjumit nuk prodhohet vetëm nga gjëndra pineale, por prodhohet edhe si një sensor lokal nga pjesa e mikrobiotës, se mikrobiota janë banorët e qytetit, mikrobioma është genetika e këtyre banorëve, janë të lumtur, janë të mërzitur. Luciano, ne të falenderojmë shumë, ti e di që e vlerësojmë shumë kontributin. Kënaqësi. Faleminderit. Për mirë publikut i themi, është momenti të informohemi për atë çfarë ndodh nga vendi, rajoni dhe bota. Shoftë tek edicioni informativ i lajmeve për të rikthyer me 2 tema të tjera në Mesdrit.